Isabek në Mitrovic, ju e dini që në notën e 4, notën e 27, unë e ku morë një përgjithësi prej greveve të udhëheqësisë se Bashkisë Islame dhe ata ma kanë besu një punë të madhe edhe unë e falenderoj Allahun që atë detyrë ju mundu bashkë me juve, bashkë me xhamatin, bashkë me stafin teknik për të cilin shumë e falenderoj për mirë kuptim, ndoshta në një rast kam qenë vrash, kam qenë i rreth, kam qenë shumë rigoroz për punë të mëdha kryer pa pas seriozitet edhe pa pas vrasësi mbi ka caktuar edhe kemi arritur me sukses me përfundu një punë të madhe e puna më e madhe që është kryer fal Allahu te baraka u taala demolimi dhe rënimi i minores e cila vërtet ka qenë sfidë e madhe edhe të njëjtën kohë krahas sfidës të madhe ka qenë edhe një mësim i madh i joni që pas të mundësi me po punë të mëdha me këtë xhamat, me këtë rini të mrekullueshme, shumë të begat, me plot energji, por të njëjtën kohë nuk e lëm pa përmendur dhe përvojën e pleqëve, të cilët na kanë këshilluar, kanë ardhur në lutje me neve dhe kanë kërkuar ndihmën dhe fuqinë prej Allahut Allah dhe gjithë ata të cilët një gotë ujë në këtë projekt na kanë ofruar dhe një mësim dhe një këshillim edhe ne jemi këshilluar me ata që kanë ndërtuar, sepse ai minore 2-3 herë është ndërtuar gjatë jetës së vet. Ato temelje kanë qenë 2-3 herë, i kemi zbuluar dhe temeljet e xhamisë vitit 1720, kur është vendosur prej Isabekut, 1720, dje kemi zbuluar. Domethënë ka qenë më sa 3 herë më e vogël se kjo që ka qenë. Po kështu Allahu dën, 1720 ka qenë për babaki për 200 vjet, pastaj në vitin 1985 është ndërtuar për 700-800 vjet, doshni Allahu në 2012, Allahu te baraka u taala më na ndëru me këtë kontribut vëllezërve tonë shqiptar prej Turqie, të cilët janë kujdes, të cilët janë emigruar para 100 viteve prej Bayramposhës edhe vëllezërit tonë turqi për më ardhur një fondacion, një donacion komplet, por ne kemi posë përsipër objektin e vjetër me asgjësu, me largu dhe me kriju hapësirë objektit të ri që kam punu. Që kanë fillu punimet edhe namen Allah sot 2 javë zyrtarisht do të vendoset kur themelin me lena Allahu te baraka u taala, edhe kështu që na dal nga datë deri ka koha e akşamit na veç përgjithësinë tonë, cilën unë kam marrë përsipër bashkë me juve, na pe e krymi edhe falenderoj Allahun azza wa jall në tokën qiell që alhamdulillah që nuk na ka vlerësuar kërkosh. Kjo është pasunia më e madhe, dhuntia më e madhe, ndoshta pa procesi është vonu, por kur që s'është, nëse është vonu për 2-3 ditë, e më rëndësia është kërkush nuk e lëndu. Kërkush nuk është gërvish, nuk e mishet vogla, njëri ku shkojnë dhe ka mandosh torba me nu, ka pak që gërritët, s'ko gojë. Por ai projekt ka që madhur, që ka shku me ndimin e Allahut, me lejën e Allahut, me mësimin e Allahut, me inspirimin e Allahut. Pastaj, që shumë është më rëndësi, nuk kam leju xhamatin dhe stafin teknik me ngjit nal në minore, nuk kam leju derisa e kam marrë përsipër të gjitha përpjekjet dhe shkaqet e sigurisë. Qysh? Spore falenderoj për këtë vend kompaninë e Haxha, e Haxhis prej Laushës Skënderajit, të cilët kanë ardhur fi sabilillah me kryer një punë për të cilin ajo punë ka vlerën me mia euro. E ky ka dosh ato euro, mos më i marr për neve, po më i marr për Allahut te baraka u taala. Edhe ka bo fal gratis për izet Zotit. Allah e ruaj, Allah e udhëzon, Allah është problem. Edhe ka për mua është një deri i madh që ma keni dhënë këtë mundësi. Edhe çka shumë është interesant, në avancia time edhe në drejt, ajo që punëtorëve të mi u dha drejt. Allahu akbar. Kjo është prekullim. Ky xhamat, ky popull, ka gatishmëri me ndihmën fejnë Allahu te baraka u taala. Pastaj e falenderoj kompaninë Loshi, i cili ka ardhur dhe komplet skelet na i ka dhënë fal, që çmimi aty në skelet është për 3-4 ditë me dhjetra e qindra e mia euro. Veç me t'i dhënë huazim, a e ka dosh për hir të Allahut. Pasha Allahu në vllazmi. Kryetori i komunës e ka thënë. Ka thonë, i qënë skelet fakturën unë të paguj.
mirë po i thot ky fundit këtij. Vallai thot me alon thot ati i cili në qiell dhe më mirë me pagu se unë qelli i pori i komunës. Vallai i mohon dhe shpirti nuk arrit. Edhe tha vallai thon atë fakturë lypi pe Allah. Edhe pasha të modin Allahu vllazë të dashur. Unë obligona moralisht i përmend të sa në para ju. Pse? Sepse ka njerëz të cilët nuk ju vjen mirë se na bëna me xhami. Ka. Sa kena me çkemi rarmiç. Edhe me çemin pe i ban to fjali këtu. Falenderuse me milion se çfarë ty na aktorëve që na kanë ndihmuar me këtë punë kashmore. Sepse pa ndihmën e këtyre njerëzve që është këndim pas Allahu te baraka u taala nuk do të mëshon atë. Prandaj unë falenderoj Allahun, po ta çaj këto fjalë me vonë para juve, sepse ndihma ju, shpirti ju i madh, mendimi ju i madh, ne na ka kriju këtë mundësi që bashkë me këtë stafin tim teknik ta kryeni punë madhore për të cilin sa ka qenë privilegj për neve, na jemi kanë shumë të vëmendshëm se ka qenë përgjithësi. Ka qenë përgjithësi. Kjo punë pilikuri komunist, ata vllazët e mi, për të cilin e falenderoj të gjithë, sepse të gjithë kanë meritat e veta. Para se me nis, ja po më thonë edhe këto fjalë, dua t'i citoj para juve. Tash po më gjiteni në arsi për mbi 44 metra. Atje do të më gjiteni, lartë në marrin e minorës xhamis. Vetëm dini se një gabim i vogël kom ju kushtu me jetë. Me jetë! Nuk ka telefon fali o që ka po. Me jetë! Vetëm një momendje vogël. Vetëm një ndryshim i tensionit. A ju e keni fare mirë se çdo ngritje lartë lëviz tensionin në zonë. Sa më shumë më ecë për pjetë. Lëviz tensionin në zonë. Atje nuk ka me kam. Atje ka ti jesh gjallë apo të mos i jesh. Edhe vallai ku kam filluar me demoliu pash Allah s'u kujtot me nejtë. Jem qumë, s'u kanë zonë vend, as Mitrovica, as Shikuli, as Takniku, as Bojli, jem shku në Vernicë. O të qa, po i kam zë drejtë. Jo, po s'u kuptani nga të që u e që u i, këtu. Ja. Por sa më larë, të e lutë Allah një rabbi, edhe tjetë në koj, i kom aktivizu stafin tjetër, sa do më jëmë në fukanet. Sepse me sa do njëri ruhet për kaderëve. Me sa do, të dhonë sa do, besimtari ruhet për kaderëve. Prandaj juve Allah ishtë përblevë, edhe qëta taj Allah ishtë përblevë, e për hajka ofta i objekt i ri që kom e qenë krenarinë, simbol i qytetit tërë, e pastaj dënë Allahu të barë këmëtara, nëse në ebë jetë të gjatë, u të blokemi, sikur se këta fleshë që kanë qenë para 30 vjetë kërë kanë maru gjamin, e cilin e na e rënum për mi jërgon hapsirë, gjamin strejë, kur të blokum, thojmi Allahu akbar, para sa viteve na këtu kemi punu. Vallai kja kënasi. Inshallah Allahu na përdor gjithmonë për punë të shenjta, për punë të hajratit, e na mundson që me këto vepra kur donim para ti, ai të jetë i gëzueshëm edhe të nash problem me rahmetin dhe mëshirën e tij. Ai na ka mësuar se na nuk kishim ditë, ai na ka lecuar se na kishim pas të vështirë, ai na ka plotësuar sepse kishim një mungur, prandaj fytyrë toket e në hapësirat qellore i falenderojmë vetëm Allahut i cili na ka mësuar dhe na ka lecuar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun